Për 4 ditë me radhë, 7 fëmijë të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë përfaqësuan me kënaqëri Shqipërinë në festivalin ndërkombëtar të këngës Hybla Music Festival. Në udhëheqjen dhe përkushtimin e mësueses së muzikës, Albana Përvathi, talentet e vegjël të Lezhës sollën në skenë interpretimet e tyre plot energji, pasion dhe profesionalizëm, duke fituar vlerësimin e jurisë dhe duar trokitjet e publikut. Pash një link që kishte shpërndar presidentja e Hybla Music Contest dhe i afrova sa idenë që nëse mundet të marrim pjesë ne si qytet dhe përfaqësojmë Shqipërinë, përgjigjja ishte pozitive dhe unë çova linkjet e fëmijëve, nëse do përzgjidheshin apo jo, ky ishte pastaj hapi tjetër. U përzgjodhen dhe jemi këtu. Ndjesia është e bukur. Normalisht nuk është hera e parë që unë shoqëroj fëmijë që marrin pjesë në kompeticione ndërkombëtare, por këtë herë numri i fëmijëve ishte më i madh dhe njërisi tjetër ishte që unë isha dhe antare jurie e këtij festivali, krahas emrave shumë të mëdhej të artit italian dhe të një jurie ndërkombëtare me profesorë nga vende të tjera. Normalisht unë nuk kisha të drejtën e votës për fëmijët e Shqipërisë, por për fëmijët e tjerë, por një eksperiencë shumë e bukur, një ndjenjë krenarie sepse fëmijët me të vërtetë kanë bërë performanca në një niveli artistik shumë të mirë. Një gjë më ka ngelur në mendje në fakt, unë kisha shumë afër presidentin e jurisë, Luigi Fontana, që është një kompozitor, një kantautor dhe një këngëtar shumë i famshëm italian dhe i biri një kantautori shumë të famshëm italian, i cili në momentin që dëgjoi fëmijët thanë fëmijët e tu janë shumë të përpikë dhe shumë të mirë. Edhe ajo karrike pastaj për mua u bë një peshë edhe më e madhe dhe një emocion shumë i madh. Reagimi ishte shumë i mirë nga publiku, fëmijët e morën kaq me përgjegjësi këtë kompeticion sa nganjëherë ata çudisin. Atëherë, ftesa ka ardhur që në muajin mars ne filluam të krijojmë idenë e përzgjedhjes së repertorit, sepse festivali do ishte pas fazës përzgjedhëse, do ishte i shtrirë në 2 net dhe këngët do ishin të ndryshme, kështu që nga marsi dhe deri në tetor ne kemi pasur. Duke parë nivelin e fëmijëve të mi, po prisja. Nata e parë më ka dhënë pastaj idenë e pritshmërive të plota dhe mbasi mbaroi nata e parë dhe unë dëgjova fëmijët e gjithë shteteve që konkurronin, thash pse jo 3, ndoshta edhe 4 çmime, edhe profesia u realizuar, ne morëm plot 4 çmime. Normalisht që po, kemi plane për të marrë pjesë në festivale të tjera, po përgatitemi ndoshta shumë afër mund të jetë edhe Bosnia Hercegovina. Punë, vetëm punë. Nuk ka ndonjë recetë tjetër, por duhet të përmend faktin që Qendra Kulturore e Fëmijëve, vitin që kaloi dhe këtë vit, ka një fond të vetin për të mbështetur fëmijët që lëvizin, që shkojnë dhe marrin pjesë në kompeticione ndërkombëtare. Dhe na është premtuar nga kryetari i bashkisë që ky fond do rritet nga viti në vit, duke parë numrin e madh të pjesëmarrësve, duke parë dhe cilësinë që kanë fëmijët tanë, besoj se është mos e justifikueshme ky. Shpenzimet për këtë festival, sepse kanë qenë dhe prindërit shoqërues, fëmijët kanë qenë dhe gjithë shoqëruar nga prindërit e tyre, janë të prindërve, sepse ky ishte një festival që nga fillimet e veta u mor përsipër nga prindërit dhe deri në fund u mbështet. Ky festival nuk ishte futur tek aktivitetet që ne donim të bënim për jashtë shtetit, sepse një pak përpara ne ishim në Kroaci, u mbështet Kiara nga kryetari i bashkisë, kurse ky aktivitet nuk ishte futur tek lista e aktiviteteve, nuk mund të mbështetesh sepse gjithmonë këto janë me parashikime, duhet parashikohet pastaj të mbështetet. Kështu që ne na del si detyrë që këto aktivitete duhet parashikohen përpara që të fusim tek buxheti i bashkisë. Pas performancave të shkëlqyera, fëmijët arritën rezultate të jashtëzakonshme. Aron Doj dhe Ariana Jauk mori vendin e parë, Amla U vendin e dytë, Kiara Ibraj vendin e tretë.